protesta datës 20. Ajo për çdo demokrat që ndje me zemër është thelbësore. Do të lusja publikisht fjalën protest paqësore mos ekzistoj më. Personalisht 3 maj i 2013 fjalimi i Germos 2 prillit unë e kam në fytyrë. Në qoftë se ne, pjesa tjetër e popullsisë që quhemi demokrat, nuk jemi shqiptarë dhe s'kemi gjak shqiptari, të rrimë në përshpia ose të marrim në rrugët e emigracionit. Do kisha shumë dëshirë të flisja të hanën që isha tek Foltore e Tiranës, sepse përkonte me një datë tjetër, me 14 shkurt të 2019-s, Edi Rama më burgosi 6 muaj në burg. Pas asaj kam kaluar kalvare tjera dhe jam akoma më i karikuar. Që një kryeministër që ti me ju, me përgdhelji i thoni pallosh, që se meriton atë term se ka në zharnin e partisë tyre, unë i them me plot gojën, si i thot miku im Neritan Liçaj, Shurraqi Surrelit, a dite në protestën para bashkisë ka shkel një ligj kushtetute, sepse një kryeministër i një vendi t'i thot banorëve, demokratëve, që ju jeni langaraq demokrat, ka bo ligj dhe ka shkel kushtetutën. Unë personalisht që ditën e parë në karrike atë person nuk e njoh kryeministër Shqipërie. E pata për nder që edhe në rajon policisë në vend të kartës identitetit kam dorëzuar tesërën e Partisë Demokratike, që mund të verifikohet. Tashi në qoftë se na ngjojnë dhe vemjet e Carlo Bolinos, do i drejtohem në mënyrë direkte kërmave më fundërina të këtij populli që quhen patronazhist. Kam nuhatur në protestën e fundit që në protest ka patronazhist që prezantohen si polic. Me dëshmitar, me çunat e mia dite, bën presion largoni, i kam kërku dokumenta identifikimi dhe e pranoj me gojën e vet, jam patronazhist. Ishte 1:20, 2 teke rakie më i shkurtën se ajo në braçe, por personalisht i drejtohem. Mirë, po u notun ditën e protestës. Mirë, 2 durët janë për një kokë. Unë në shkollë, sot është dhe i koincidens tjetër, dhe fatkesi dhe uroj drejtuesin e qarku se pas ka datëlindjen e bashkëshortes dhe nuk ndodhet këtu, se personalisht kam nga 11 maj që se shikoj, unë kam datëlindjen e ti me bie. E lash për me ardhi Sali Berisha dhe e din gjithë. Premtoj dhe them, dita 20 nuk duhet jetë parad mode. Jemi në kulmin e mbjetesës. Zotria parafolës preku pak punën e fjalorit gjuhës shqipe, jam lembeditur para 4 ditësh. Edi Rama edhe Çernobilin e Ukrainës e ka çuar në Bielorusi. Në historinë e klasës 7, Çernobili për Edi Ramën ekziston në Lukashenkon. Jemi pak, por ne që kemi met, jemi bërthama dhe kemi vdek bërthama e demokracisë dhe Partisë Demokratike. Faleminderit.